Ju lutem uluni. Sot në rendin e ditës kemi hapja e punimeve, pika e parë, hapja e punimeve sesionit të 11 të legislaturës, të dytë të legislaturës të 11. Pika e dytë, miratimi i proces verbalit të seancës plenare të datë mos bërtit, të datës 18/12/2025. Pika e tretë, njoftime. Të nderuara kolegë dhe kolegë deputet, me rastin e hapjes të sesionit të ri parlamentar, po marr fjalën për të nënvizuar disa nga prioritetet dhe objektivat e këtij sesioni të ri. Të nderuar kolegë deputet, uluni. Uluni të vazhdojmë, sepse është hapja e sesionit dhe është një seancë solemne. Respektoni kuvendin. Të nderuar kolegë deputet, sot nisim sesionin e dytë të legislaturës së 11. Ju uroj një vit të mbar, shëndet edhe mbarësi në familjet tuaja dhe në çdo familje shqiptare. Uroj që ky vit jetë një vit pune i mirë, me më shumë qetësi institucionale dhe me më shumë rezultate që do të ndjehen në jetën e qytetarëve. Në këtë kuvend na ka sjellë besimi i qytetarëve nga të gjitha anët e vendit. Ata presin që ne të mbajmë parasysh interesat e tyre dhe interesat e vendit. Të ngjilesh, kujdes, kur propozojmë apo miratojmë ligje, të rinjt duan të binden se nismëria për ta është më e mirë këtu në krahasim me çdo opsion tjetër. Të moshuarit duan të sigurohen se mundi viteve të punës do të shpërblehet me ditë të bardha. Qytetarët në qytet apo në fshat kërkojnë siguri dhe standarde gjithnjë më të mira shërbime publike dhe infrastrukturës. Agenda integruese në Bashkimin Evropian, që do të jetë kryefjala dhe në këtë sesion të ri, ka potencial të jashtëzakonshëm për të dhënë përgjigje për sfidat e shoqërisë shqiptare dhe për të kthyer në një narrativ kombëtare entuziaste. Ky sesion nuk është thjesht vazhdimi i një kalendari, është një provë e dytë, provë e pjekurisë son parlamentare, e standardeve që pret shoqëria prej nesh dhe aftësisë për ta kthyer momentin evropian të Shqipërisë në ligje të mira, institucione më të forta dhe një dialog politik më dinjitos. Gjatë sesionit të parë u përballëm me një ngarkesë të konsiderueshme pune dhe me një agjendë të ngjeshur ligjvënëse dhe mbikëqyrëse. Por le ta pranojmë me sinqeritet, krahas volumit punës, kemi pasur shpesh edhe një mbi ngarkesë politike larg funksionit tonë dhe larg nevojave reale të qytetarëve. Në vitin që vjen do të ketë më shumë ligje për shqyrtuar, më shumë detyra për komisionet, më shumë raporte dhe kontroll, më shumë monitorim të reformave dhe më shumë pritshmëri nga publiku. Do të ketë edhe më shumë sfida politike, por detyra jonë është ta mbajmë kuvendin në rolin e vet. Një institucion që prodhon zgjidhje dhe standarde, jo zhurmë. Gjatë sesionit kaluar zhvilluam 18 seanca plenare, miratuam 41 ligje dhe 59 vendime, u zhvilluan 2 interpelanca dhe 2 mocione me debat. Deputetët e shumicës mbajtën 229 diskutime me kohë zgjatje rreth 40 orë, ndërsa deputetët e opozitës 330 diskutime me kohë zgjatje rreth 48 orë. Falenderoj të gjithë kolegët deputet, administratën parlamentare dhe strukturat mbështetëse, sepse pavarësisht tensioneve, ky kuvend ka vijuar të funksionojë, të vendosë dhe të prodhojë. Por këtë vit na duhet diçka më shumë fokus dhe më shumë disiplinë ndaj agjendës europiane. Një parlament europian nuk matet vetëm me numrin e ligjeve që miraton, por dhe me kulturën që përçon. Ne nuk mund të kërkojmë standarde europiane nga shoqëria nëse brenda kësaj salle nuk vendosim standarde të reja të sjelljes dhe të respektit institucional. Për këtë arsye duhet ta riteksoj qartë. Gjua e urrëties, fyerjet, personalizimi i debatit, përçmimi, përbaltja nuk mund të normalizohen dhe nuk do të shiten si politike fortë. Nuk janë forcë, janë dobësi. Një dobësi që parlamentet europiane dhe Bashkimit Evropian e kanë lënë pas prej dekadash. Si kryetari i kuvendit do të vazhdoj të ushtroj detyrën me përkushtim dhe pa anësi,
me bindjen se shumica dhe pakica dallojnë nga fuqia vendimarrëse, por jo nga të drejtat, jo nga mundësitë për të folur, jo nga qasja në proces, jo nga standardi institucional që meriton secili deputet. Kjo është baza e një kuvendi që fiton autoritet. Europa ka qenë fokusi kryesor i veprimtarisë sonë dhe do të mbetet i tillë. Shqipëria sot është në një fazë të re, fazën ku nuk flasim më vetëm për rrugtim, por për hyrje. Një proces integrimi nga proces integrimi në proces antarësimi. Ky ndryshim kërkon më shumë përgjegjësi, më shumë koordinim institucional dhe një konsensus politik më të gjerë për çështje strategjike. Si su lodhe o buri dhe otë. Objektivi ynë është i qartë, mbyllja e negociatave teknike brenda vitit 2027 dhe antarësim brenda kësaj dekade. Në këtë kuadër, kuvendi duhet bëjë dy gjëra njëkohësisht: të përshpejtojë parafrimin ligjor, pa komprometuar cilësinë e ligjit, të rrisë kontrollin mbi zbatimin, sepse në Bashkimin Evropian nuk mjafton të miratosh, duhet provosh se ligji funksionon. Kjo do të thotë se sesioni i ri duhet të jetë sesioni ku kontrolli post-legislativ bëhet praktike qëndrueshme, ligjet maten jo vetëm në sallë, por dhe në terren, te qytetarit, te biznesit, te shërbimi publik. Gjatë sesionit kaluar vijoi bashkëpunimi funksional me institucionet e pavarura dhe u përmbyll raportimi i 27 institucioneve. Kjo nuk është një rutinë procedurale, është mënyra se si kuvendi mban gjallë ekuilibrat kushtetues dhe garanton që institucionet të funksionojnë si mbrojtës të interesit publik. Mbështetja ndaj institucioneve të drejtësisë mbetet e palëkundur. Sot kemi një drejtësi të re të pangjashme me atë të trashëguar. Kuvendi ka një rol kyç në sfidën për ruajtjen e pavarësisë të institucioneve dhe forcimin e mekanizmave të llogaridhënies. Sesioni që nisim sot do të udhëhiqet nga disa ndryshime drejtime të qarta pune. E para, agenda e integrimit evropian si prioritet i padiskutueshëm, diplomacia parlamentare si rrjet besimi për antarësimin, mbikëqyrje më e fortë, më e dobishme, më pak formale dhe modernizim dhe transparencë. Një kuvend i hapur 24/7 përmes teknologjisë. Sot teknologjia nuk është luks, është mjet për të sjellë kuvendin më pranë qytetarëve. Të nderuar kolegë deputet, na pret një volum i madh pune, por ky volum është privilegj dhe përgjegjësi, sepse kemi në dorë një kapitull historik, të afrojmë Shqipërinë me Europën, jo vetëm si aspirat, por si standard. Në fund të kësaj legislature, kuvendi duhet të jetë më i respektuar, më funksional, më i hapur dhe më europian në etik, në procedurë, në cilësinë e debatit dhe në shërbimin ndaj qytetarëve. Përpara sfidave të mëdha kombëtare, nuk jemi thjesht shumicë apo pakicë, jemi bija së njëjtës Shqipëri që duhet të ecë me dinjitet drejt të njëjtit destinacion, Shqipërisë anëtare të Bashkimit Evropian. Ju uroj punë të mbarë dhe suksese në këtë sesion parlamentar. Sipas traditës parlamentare të konsoliduar tashmë nga Kuvendi i Shqipërisë, në seancën e parë të çeljes kuvendit, pas përfundimit të rendit ditës, do të ftoj kryetarët e grupeve parlamentare të përshëndesin fillimin e sesionit të ri parlamentar. Fillojmë me çështje sipas rendit ditës, miratimi procesverbal i seancës plenare datës 18/12/2025. Procesverbalin e keni marrë rrugë elektronike. Ka vërejtje procesverbalin? Nuk ka, miratohet procesverbali. Kalojmë tek njoftimet. Ju njoftoj se në kuvend janë depozituar 12 projekt ligje nga Këshilli i Ministrave, një akt normativ, 2 kërkesa për interpelancë, 1 kërkesë për seancë pyetjesh. Të gjitha këto dokumenta i gjeni të publikuara në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike ka propozuar që zoti Evangel Dule të caktohet antar zëvendësues në përfaqësimin e opozitës pranë Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Ju njoftoj se nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste është depozituar një kërkesë për ndryshime në antarësinë në komisionet e përhershme, kërkesë që do të votohet në fund seancës. Ju njoftoj se sot, në datën 19 janar 2026, u mblodh konferenca e kryetarëve për të shqyrtuar projekt programin e punës për periudhën 19 janar 27 shkurt 2026, projekt kalendarin e punimeve të kuvendit për periudhën 19 janar 6 shkurt 2026 dhe projekt kalendarin vjetor të kuvendit për raportimin e institucioneve të pavarura për veprimtarinë e tyre gjatë vitit 2025.
Në konferencën e kryetarëve nuk pati mirëkuptim lidhur me projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit dhe për projekt kalendarin vjetor të kuvendit për raportimin e institucioneve të pavarura për veprimtaritë e vitit 2025. Në bazë të nenit 26.6 dhe nenit 27.4 e rregullores, ku në konferencën e kryetarëve nuk arrihet mirëkuptimi për programin dhe kalendarin e punimeve, kryetari i kuvendit e harton vetat dhe ja paraqet për miratim kuvendit në seancë plenare. Projekt programi automatikisht bëhet 3 javor. Kuvendi vendos me votim të hapur miratimin e programit dhe kalendarit pas diskutimit për jo më shumë se 5 minuta, një folës pro dhe një folës kundër. Kush e do fjalën pro? Nuk ka. Kush e do fjalën kundër? Nuk ka. Kalojmë procesin e votimit. Edhim votim projekt programin dhe projekt kalendarin e punimeve të kuvendit. Votimi do të jetë i hapur me kartona. Kush është pro? Pro? 81 pro, kundër? Nuk ka. Abstenim? Nuk ka. Miratohet programi dhe kalendari i punimeve të kuvendit për periudhën 19 janar 6 shkurt 2026. Edhim në votim projekt kalendarin vjetor të kuvendit për raportimin e institucioneve të pavarura për veprimtarinë e vitit 2025. Votimi do të jetë i hapur me karton. Kush është pro? Vjojmë punën, zoti Berisha. Detyrë shtetërore. 81 vota pro. Kush është kundër? S'ka kundër. Një kundër, zoti Lecka e kundër. Abstenim? Nuk ka. Miratohet projekt kalendari vjetor i kuvendit për raportimin e institucioneve pavarura për veprimtarinë e vitit 2025. Tani sipas dëshirës fjalën e kanë kryetarët e grupeve parlamentare. Grupi parlamentar Aleanca për Ndryshim me kryetar zoti Fatmir Mediu. Zoti Mediu, e doni fjalën? Nuk ndodhet në sallë. Grupi parlamentar Partia e Lirisë. E doni fjalën? Ndjes, është në sallë, por nuk e do fjalën. Grupi parlamentar Partia e Lirisë me kryetar zoti Tedi Blushi. E doni fjalën, zoti Blushi? Grupi parlamentar i Partisë Demokratike me kryetar zotin Gazmend Bardhi. E doni fjalën? Urdhëroni, e ke fjalën. Zoti Blushi ka fjalën. Është hapur. Ky që po bëni sot është një provokim i ulët jo ndaj opozitës, po ndaj të gjithë qytetarëve shqiptarë. Nuk më të bëjeni ju mburoj e korupcionit. Ju, Niko, jeni damkosur sot, pas e Ramës si provokatori më i madh i qytetarëve shqiptarë. Dhe flaka e këtij provokimi do të bjerë edhe mbi ju. Hapuni, mos u bëni maske saj. Prania e Belinda Ballukut në këtë sallë sot, kur duhet të ishte dorëzuar para drejtësisë, është një krim, jo vetëm kushtetues nga ana juaj, por edhe një krim penal, zoti Peleshi. Sepse keni bërë çdo përpjekje, mafioze, Mafioz është pak. Që ish zëvendës kryeministrja t'i dorëzoj drejtësisë, kini vullnetin. Të mos bëheni mburoj. Turpi juaj. Ta shojnë kamerat pak atë. Turp. Faleminderit zoti Blushi. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike me kryetar zotin Gazmend Bardhi. Doni fjalën zoti Bardhi? Okej. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste me kryetarin zoti Taulan Balla. Fjala për zotin Balla. Zoti kryetari i kuvendit, nderuar kolegë deputet, vit të mbar, edhe pse është një vit i ri, sesion i ri, shohim prap zakonin e vjetër, me shpresën që koha do t'ju bëjë të reflektoni. Kuvendi i Shqipërisë sot mblidhet në këtë sesion të dytë në një moment të jetë pozitiv dhe krenarie në arenën ndërkombëtare për Shqipërinë, e cila sapo është ftuar të marrë një tjetër rol të pa imagjinueshëm pak vite më parë për Shqipërinë tonë, sikurse është ftesa e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili e ka ftuar personalisht kryeministrin Edi Rama
dhe përmes tij Republikën e Shqipërisë t'i bashkohet një organizmi të ri ndërkombëtar, të quajtur Bordi i Paqes, në cilësinë e vendit antar themelues. Do të vlerësoja maksimalisht që dhe Partia Demokratike, apo ajo që ka mbetur nga dikur Partia Demokratike, ta vlerësoj këtë moment të rëndësishëm për Shqipërinë. Fatkeqësisht, edhe për ngjarje të tilla me peshë të madhe, krejt të veçanta për Shqipërinë tonë, të përbashkët, e cila është e vogël gjeostrategjikisht ndoshta, por është e madhe sa i përket këtij roli të rëndësishëm që sapo merr, edhe ndaj këtij lajmi të mirë për Shqipërinë, për emrin e Shqipërisë, për emrin e shqiptarëve kudo nëpër botë, u ngrit përsëri armata e qyqarëve, të cilët që nga e shtuna ndark, filluan të bërtasin, të kërthasin, në fillim thanë që s'ka ftesë. Ku është ftesa? Na jepni ftesën, duam ftesën. Pastaj, kur doli ftesa, thanë që janë të gjitha vendet antare të OKB-s. Pastaj më e bukura ishte se na thanë se ftesa është e njëjtë edhe për presidentin e Argentinës Milei, edhe për presidentin e Paraguajt Peña. Pastaj thanë që ftesa duhet e personalizuar, edhe pse aty gabuan, duke ju kujtuar që qoftë presidenti Milei apo presidenti Peña janë dy ndër miqt më të afërt presidentit amerikan Trump në Amerikën Jugore, sikurse për fatin e mirë të shqiptarëve është edhe kryeministri Edi Rama në Ballkanin Perëndimor. E nuk është fare rastësi që nuk janë asnjëri prej kryeministrave apo presidentëve të tjerë të Ballkanit Perëndimor, është vetëm kryeministri Rama, sikurse janë dhe dy miq të tjerë, kryeministri Mitsotakis apo presidenti Erdogan. Situata degradoi në kampin e qyqarëve, ku me porosi të bufit të gjitha qyqet filluan të dalin në për televizione, aq sa u detyrua dhe trampisti më i përbetuar Tritan Sheu të dalin në televizionin e Zenit që smer do të vizë amerikane dhe të na shaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E vërteta është shumë e thjeshtë, sa i përket kësaj çështje, nuk jemi vetëm pse jemi vend antar i NATO-s, as pse kemi rëndësi gjeostrategjike, por se Edi Rama është një partner i besueshëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Këto janë disa çështje që do doja t'i thoja në parantezë, sa i përket objektivave. Dëgjojeni mirë, kohë për të humbur me ju ne kemi zero, që ta dini mirë, edhe nguliteni mirë këtu. Doni të vini të bëjmë reformën administrative territoriale, jeni të mirë pritur. Nëse deri javën e ardhshme nuk paraqiteni në komision, ne do të bëjmë ndryshimin e vendimit, sepse ju po shkelni në mënyrë të njëanshme. Doni të vini të bëjmë reformën zgjedhore, jeni të mirë pritur deri javën e ardhshme. Nëse nuk vini deri javën e ardhshme, në 2014 e kemi bërë dhe pa ju reformën administrative territoriale. Në 2020 e kemi bërë dhe pa ju reformën zgjedhore. Ne ju ftojmë 3 gjëra, mbajini mirë në mend. Zgjedhjet e ardhshme lokale janë diku në mes 15 prillit dhe 15 maj 2027. Zgjedhjet e përgjithshme janë diku mes 15 prillit dhe 15 maj 2029. Këto ëndrat në diell shko thuja atyre krushve tash në orën 6, se me ne ke mbaruar punë, ti edhe qyqarët që të vinë nga mbrapa. Zoti kryetar, kalojmë votim. Faleminderit. Kalojmë votim elektronik të dy projekt vendime sipas kërkesës kryetarit të grupit parlamentar Partisë Socialiste për ndryshime në antarësinë në komisionet të përhershme. Hapim votimin me elektronik për prezencën.
Mbyllim votimin për prezencën. 81 deputet prezent. Projekt vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e kuvendit numër 64, datë 24/9/2025, për caktimin e përbërjes komisionet përreshme të kuvendit, pika 1 e vendimit shtohet dhe ndryshohet si mposhtë. Deputetja Eriona Ismaili largohet si antare përreshme në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale. Deputetja Ulona Bylyk Bashi largohet si antare përreshme në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike. Deputeti Ani Dyrmishi largohet si antar i përhershëm në Komisionin për Çështjet Ligjore dhe Administratën Publike. Deputeti Sajmira Salla caktohet antar i përhershëm në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale, duke u larguar si antar zvendësues. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit: një votim me elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 79 vota pro, 0 abstenime, 2 vota kundër. Projekt vendimi miratohet. Kalojmë te projekt vendimi i dytë. Projekt vendimi për një shtesë dhe ndryshim në vendimin numër 65, datë 24/9/2025, për caktimin e antarëve zvendësues për bërjen e komisionet përreshme të kuvendit. Pika 1 e vendimit shtohet dhe ndryshon si më poshtë. Deputeti Agron Gaxho caktohet antar zvendësues në Komisionin për Çështjet e Brendshme dhe Mbrojtjen. Deputeti Sajmira Salla largohet si antar zvendësues në Komisionin për Nismat Qytetare, Bashkëpunimin dhe Mbikëqyrjen Institucionale. Ky akt kërkon shumicë të thjeshtë votash. Procedura e votimit: një votim elektronik, votimi është i hapur. Hapet votimi me elektronik. Mbyllet votimi. 81 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Projekt vendimi miratohet. Këtu seanca mbyllet, seanca radhës do t'ju njoftohet. Faleminderit.